Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga kuzhina jon në këtë ditë të premte, si gjithmonë drejt për së drejti për shikuesit tanë, për anvisat tona. Vim me receta të reja sot, po një e kemi treguar pak a shumë që dje, apo jo, sepse na mbeti orizi dhe sot do ta gatuanim atë si nostalgjinë e sutlashit, që si ka nisur sutlashi, ka nisur me daljen e dhëmbëve, kam përshtypjen, nga fëmijëria. Më kujtohet që jo në të gjitha zonat. Paktën nga juglindja, kur dilte dhëmbi parë tek fëmijët, një dhe shoris. Se tregonte, kishte atë legjendën e vetë. Po, orizi kër martohesh, për para që të lindi fëmija, është martesa. Po, pra orizi është gjithmonë bereqet, po. Ndër sebepe të ndryshme. Kështu që sot vendosim të përgatisim një sultjash. Le të shohim pak përbërësit, për t'ja kujtuar se si përgatitet sultjashi, dhe ta shijojmë si një formë ëmbëlsire e këndshme e lehtë. Pra oriz me qumësht, 250 gram oriz, 500 ml ujë, 1 litër qumësht, 150 gram sheqer, ju duhet vanilje dhe kanel. Dhe padyshim që pjesë e rëndësishme e përgatitjes sultjashit, disa i thënë sultjash. Si të dëshirojmë. Orizit me qumësht. Është një nga recetat e vjetra turke, për shumë në Turqi e gjenë për këto tasat e vegjël, në këto dyqanet të mbështoreve në tava balte. Po, në tava balte. Po, në tava balte. Kjo ta është tresa i kosur sipër. Po, do ta heq këtë tavën? Kemi tavë balte, ne gatuajmë dhe ne në tavë balte. Në të vogla, në individuale. Po, fix, ato janë e duhura. Atëherë, kam orizin, normalisht orizin e kisha të parazier dje, dhe më pas kam shtuar qumshtin. Qumshti shtohet që të ketë, jo pak e nga pak, po shtohet i gjithi për një herë që orizi të ketë mundësin, sepse përderisa ne e ruajmë në frigorifer, ka atë vetin që ngjeshet. Qumshti i shtohet në temperaturën jo të nxehtë, e lëm bashkë me orizin, në flasim kur orizi është në frigorifer. E lëm bashkë me orizin të dyja derisa pa futur lugën, derisa të majnë temperaturën e njëra tjetrës. Më pas, përdorim lugë, jo druri, por lugën tjetër të inoksit. I lëm në temperaturë avash, derisa ne shikojmë që nuk digjet, se po digjet mba njëherë që të them. E prish gjithë shijen pas, edhe në qik të ciknoset e mine në fund të ngjis, vjen ajo aroma në gjithë masën e duhur. Do të ndryshoj pak temperaturën. Shtoj masën, sërisht masën e qumshit. Pakuz vanilje. Shumë pak kanel. Sa e mirë filloj të trashet, lëshohet kjo aroma e kanelës. Nëse shtojmë masën e sheqerit, e ul temperaturën, e çoj tek gjysma në minimum të nxehtësisë të gatimit, jo të Nëse ne kërkojmë që të kemi një trashje, shtojmë pakos fare miell. Gjëja më e mirë është që ne t'i shtojmë nëse shteh. Ne në përgjithësi kemi përdorur miellin, por nëse shteja është akoma dhe më e mirë, sepse është përshtatja më e mirë për salcat dhe në ëmbëlsira. Pra mielli shkon pak në hap të dytë. Po të doni, dhe e thash tamam që po të doni, shumë mund ta kalojmë në tava individuale, që unë do ta kaloj në tavë individuale. Po, të ta lëm të zjejë dhe pak. Një lëku limoni që t'i jap pak freski. Jep një aromë freskie. Shumë pak.
sërisht. Përse e kaloj në këtë lugë? Sepse ri e kontrolloj gjithmonë fundin e enës që mos e ngjit. Kërkon vazhdimisht përzierje derisa unë të jem e sigurt për çfarë nuk bëj dëmin në gatim. Unë thash mielin. Pra, le të mbaj, mielli është në përgjithësi dhe nëse shteja është që përdoret në përsalcat e bardha dhe në ëmbëlsirat. Por, me që Olën e kemi këtu për të gjitha dhe thot gjithmonë, urdhro, edhe unë jam gatitur para këtij produkti. Një lugë miell se plotëson e bën atë më... Përse dua këtë mielin? Nuk kam nevojë këtu. Kam nevojë që unë ta kaloj tek tava. Marr pak ujë. Kështu pra, do të presim avash avash të përfundojmë me recetën e sultjashit, recetën tonë të parë, të ëmbël, të vjetër, të shishme, edhe nostalgjike, duke i dhënë hap pas hapi çdo element të traditës, çdo truk apo sekret që të dali ashtu siç duket. Shija, forma, pamja. Derisa unë këtu mos të kem asnjë lloj kokrize. Nuk e kaloj në pjatat që unë do ta vendos. Pra ta vendos diku në një gotë zupe. Po të doni ju, nëse keni shumë dëshirë, mund të merrni biskota. Biskota që janë të... Për mua çdo lloj biskote, nuk ka problemi, po çdo lloj biskote. Vendosni fundin me biskota. Të thërmuara ose jo. Dhe më pas shtoni pjesën e sultjashit. Mund ta vendosni me fruta të thata, me fiq, me ara, me çfarë të dëshironi ju, dhe patjetër të kundërmoj aroma e kanellës bashkë me limonin. Është në një ëmbëlsirë... Po, në një stad tjetër të kësaj ëmbëlsire. Patjetër që është një ëmbëlsirë që duhet të jetë edhe e ftohtë. E le të ftotën dhe le të ngelem me fjalët e ngrohta për këtë ëmbëlsirë. Shikon tani fillon dhe të bëhet bashkë orizi. Pra, mua nuk më duhet të jetë e veçuar. Po. Por, shikon ti kam vendosur, por që të bëj dhe unë pak hile për shembull, nëse ne duam atë hilen. Dhe duam ta shpejtojmë kohën. Ose truqe të vogla kohën. Shkoj një lugë, 2 lugë mjafton dhe e plotëson atë masën, e trash pak më tepër, se çrën si ka, do të thënë, pjesa kryesore e kësaj ëmbëlsire është pikërisht kjo forma, që duhet të jetë kështu e plot, dhe jo më vete, jo shumë e veçuar. Masën e vezës tek... Ja dhe veza. Bashkë me të bardhën e ke? Jo, vetëm e verdha. Pra kam darë 2 të verdha veze. Shiko, i lëm pak kone dhe të vazhdoj të zjej. Dhe shumë mirë biles. Rikëthemi për t'i dhënë dorën e fundit, themi ne sultjashit. Sigurisht që ka disa procese të vockla, ose që e qojmë për tej recetën, për përmirësimin e pamjes dhe të shijes së saj, për ta bërë diçka ndryshe, ta realizojmë tani atë formën që thamë të servirjes me biskota të çfarëdoshme. Pra, si të dëshironi ju, kjo është thjesht në një moment që njeriu nxjerr një fjalë nga goja duhet ta mbaj. Të paktën unë jam mësuar që ti mbaj gjërat dhe ka ngjitur ajo. Kjo është fillimi dhe fundi një ëmbëlsire nga Albana. Kaq. Ka kokra akoma, të cilat do t'i vendosim në fund të gotës. Ja, kështu. E largoj pak sa. Ti vendose biskotat te gota ku do të servirim, ndërsa tek tavat e vogla individuale të baltit nuk vendose, sepse do vendoset në furr. Pra ajo është servirja pa e pjekur përsëri, pa i marrë atë procesin e fundit termik në furr.
ja një nga format kjo në gotë të servirjes së sultjashit, kur duam që ta bëjmë atë pak më modern. Edhe pak kanell. Por edhe pak cip limoni. Lëkur limoni. Në një gjethe nga këtej të duhet. Gjethen kur të ftohet, sepse dihet që në nxehtësi më krijon problem. I shkon gjetja e mentes, ndoshta nga bimët tona që kemi këtu. Kjo është forma e parë që do ta servirim tani. Forma tjetër është... Më duhet, Niki, të shtoj ujë. Po ja të mbare një gotë tjetër. Sepse duhet të krijoj banjo marin. Nuk i duhet një pjekje, por thjesht një cipë, një ajkosje që merë në sipërfaqe, dhe se është nxehtë. Tani, ja mora dorën të filloj direkt. Po, shiko, deri te tenxherja që është përgatitur, jemi mësuar në formën e parë, forma klasike e sultjashit. Prandaj e bra në dy mënyra. Është akoma më avancuar, më e plot, që gjejmë pastaj në për restorante. Po kur të piqet, do të ishte edhe ara, që kështu është pjesa... Akoma një shtesë e plot. Do të ishte pak ca ara, vetëm thjeshta për shije. Okej. Pra, tregoj dy mënyrat. Niki, edhe një pjatë të vogël, më sill, një nga ato pjatat e vjetra, Niki, i kemi, që duash ti, që të ngelemi te klasikja. Që mos më thonin, dëgjoj Albana, me thonë drejtë nuk qullose gjë te klasikja. Këtë duash ti, këtë duash, vjetër të re, ato më sille mos e vrit mendjen. Se këtu kontrastohet më shumë. Edhe kjo këtu. Pra, me thrime biskotash dhe kanell, e pjekur në banjo marin në furrë pak minuta, sa të krijohet edhe ajo ajka e sipërfaqes bashkë me vezën, dhe forma më tradicionale pastaj, si kjo në tas, që ja ma jep mua këtu. Edhe pjesën tjetër e kalojnë. Kështu me tas me sultjash në dorë, më kujtove fëmirin. Dhe kjo aroma shumë e mirë. Ja shojmë edhe këtë hap të fundit dhe mbyllim me sultjashin në format të ndryshme të servirura. Ju mund të dini dhe format të tjera, në sollë që na premton edhe koha, po edhe që t'ja u rikujtojmë. Pra ne bëjmë në një rrugë, bëjmë disa punë. Pra në disa forma. Mirë, ja e shojmë edhe në furrë dhe ndërkohë. E pat pamjen, pat mënyrën dhe procesin, shpresoj që ta gatuani sot, u frymëzojmë pak sa për ta gatuar, disa drosje me sheqer, se i mbetet ajo shija e ëmbël, këtë si pas sipër do të bëhet ajk e fortë. Një tjetër, pe kaloj vetëm me të verdhën e vezës. Dhe pak sheqer. Ja të lumshin duar. Kjo ishte receta e parë, bëjmë një shkëputje të radhës, sërish një mesazh promocional me vëmendje për të telefonuar dhe rikthehemi për t'ju treguar recetën e dytë. Dhe ne vjojmë punë në kuzhinë tani me një tjetër recet. E thjesht fare, kemi pastruar ca qep të njoma, me gjithë pjesën e tyre të bardhë dhe po ashtu pjesën jeshile. Dhe shihni tani se si o ta gatuajmë këtë recet. Ja për të largoj pak të kamë. Çfarë la dje nga përgatitjet, nëse mbani mend? Është normal, është dita e riciklimit të produkteve sot. Kam vendosur pjesën e bardhë të qepëve të njoma. Janë të njoma dhe normalisht nuk duan do një zumet shumë të madhë. Shtoj. Pakos fare krip. Sërisht, vendos kapakun derisa unë të kem kryer edhe prerjen e qepëve të njoma. Marrë dhe një pjesë.
Normalisht që nuk është se janë dhe fort të rregullta, nëse ne do bënim një gatim që të ishte të dukej pak më pak trashësia e qepëve të njoma, do vepronin ndryshe, gjë që do t'rregoj. Shtoj dhe pjesën tjetër dhe sërish merrem farngel e largojmë sepse është pjesa që trashet. Dhe normalisht i lë. Fshi pjesët që mua nuk më duhen. Dhe nëse ne do kemi një gatim që kemi pak më delikat, patjetër. Delikat kishim dje për shembull japrakët, që akvisave ju kishte pëlqyer shumë forma gatimit e japrakëve të e ndaj në dysh, të hapur, jo japrakët klasik tradicional që përgatisim. Dhe i pres diagonal. Për çfarë është kjo? Ku kemi ndonjë sallatë ose pra kur ne duam për shembull të bëjmë edhe një zbukurim që është i sallatës për shembull, bashkë me majdanozin, pra pritet preshju, pritet qepa në dysh dhe prerja shkon diagonal që të duket edhe bukur. Ose për shembull kur ja shtojmë ndonjë supe? Patjetër, kur ne duam të bëjmë një supë, normalisht këto i kalojmë me miell dhe i kaurdisim në gjalp. Dhe mbetet pjesa e sipërme bashkë me bukën, me krudot që e themi. E përzihej dhe fjalët më njanë dhe qepët brenda. Kemi mbaruar me qepët, po i zbusim dhe tani do t'ju tregoj dhe përbërësit e tjerë, sepse shumë pak janë. Hudhrat, vezët, mielli, qumshti. Produktet cilat i kemi janë produktet të bazës, të shportës, që në ndodhen në shtëpi dhe nuk do shkoj me nkas për ta bërë këtë recet, kështu që është shumë e thjesht një përgatitje e tillë, e lexojmë së bashku të shkruar, ndërkohë që Albana përgatit edhe pjesën tjetër të qepëve, sepse vërtet kishim një tufë të madhe, po llogaritë nga zbutja, nga kaurdisja, aty mbetet një masë më e vogël. Në tigan, me qep të njoma do të përgatisim këtë gjellë, me qep të njoma dhe vezë, ju duhet në 1 kilogram, apo një tufë, zakonisht 1 kilogram që janë, me qep të njoma, 2 thelpinj hudhër, 3 vezë, 2 tufa majdanoz, 1 lugë me niseshte, 1 gotë qumësht, apo 200 ml qumësht, mikser zasht të dëshiruara që ju keni, krip, piper i zi. Kanë më tepër nevojë pjesa e bardhë, prandaj shtuam edhe të parën në tiganin e ngrohur. Opa, tu. Marr. Niseshte? Niseshte. Pak qumësht. Qumësht. 2 thelpit e hudhrës. O që a thikë non? Pa, dale. Mund të ti. Ja, ma një thikë tjetër. Një shtypi, një lutje e tyre. Po të kemi hudhra të njoma, akoma dhe më mirë. Por të thoni, unë ku do t'i lë këto që i kam? Do t'i përdor. Fillojnë. Po të duam i shtojmë edhe gjalp, unë nuk dua t'i shtoj gjalp, se s'dua t'a bitë rëndë. Ja i largoj të gjitha. Do të shtoj. Erzat. Pak piper. Rigon. Edhe krip. Masën e kripës. Ja që të gjitha, i mbarova. Do të shtoj. Pak ose fare ujë.
E kapa me vones filmin, bimët aromatike, sepse mund të shtojnë nga bimët aromatike. Ne shtojmë në fund, më mira akoma, se mbetet shia atyre. Ja, një apo dy tufa, ma im dy se i jetë më shumë shi edhe aromë. Dy tufa me koper. Dhe vezët me qumshtin dhe një lugë një seshte, do t'i përzjem, dhe vezët pa tjetër që t'ja shtojmë tani në fund, që ato do të mpiksen, për vetëm sa ta shihni këtë moment dhe të përgatitur pastaj për gati për servirje, do të tregoj më pas e tufave. E shtojmë këtu. Shpërbërja e mirë dhe normalisht e kemi dhe cimentosjen. E një seshtes normalisht, në ujë apo në qumësht. Shpërbëjt verdhat dhe më pas di unë që të merrem me një seshten. Dhe t'ja shtojmë në fund, do të mpikset ajo i gjithë masa. Do t'a lë paksa të bëhet dhe më pas do t'a shtoj që të kemi atë kremozitetin dhe i lëm kohën e duhur më vëllimin e duhur të gatimit. Ne shkëputemi për reklama Po. Edhe e shojmë të proces më pas. Rikthehemi edhe një herë në kuzhinën tonë. Përpara të kalojmë në orën e dytë të emisionit Reze Dielli, jemi me recetat, po përgatisim një gjell tigani, siç e shihni ka përfunduar procesi kryesor i kësaj recete, gjell tigani me qep të njoma, erza, vezë. Kemi shtuar bollshëm dhe koper. Dhe ja disa fije të tjera koperi për ta plotësuar edhe nga ana estetike recetën, por edhe për shije. Shtoj, shive, pak ujë. Bëj. Hapje me lugë, sepse t'jeni të sigur që digjet. Po, ngjit. Ngjit po edhe për t'i lënë këtyre lëngjeve pak vend që të pullojnë edhe të përqet kjo recetë, ndërkohë së bashku kapakun, bukur dhe e quajmë të përfunduar të kryer këtë recetë. Good job. Pas ultjashit. Shiko, bëjmë një përmbledhje tani të recetës së gjellës së tiganit dhe pastaj kalojmë tek receta e fundit. Do gatuajmë dhe një të tretë sot, apo jo? Po. Atëherë gjella e tiganit me qep të njoma, çfarë përmban? 1 kilogram qep të njoma, 2 thelpinj hudhër, 3 vezë, 2 tufa medanozës dhe koper, zgjidhja jonë ishte koper, ju mund ta provoni edhe me majdanoz. Një lugë një seshte, 200 ml qumësht, miks erzash të ndryshme, krip edhe piper. Një shumë. Tani kalojmë tek një tjetër moment, një tjetër recet. Fileto pule kemi. Vendos direkt tiganin. Gjokse pule, fileto pule, t'jenë kështu disi të holla, jo shumë të trasha, sepse edhe pjekja askuqe atyre nuk bëhet mirë siç duhet. Si do t'i përgatisim sot filetot me? Do të kemi do një krem, artë të shkruajmë pak recetën të shkruar, realizojmë pak së bashku përbërësit e recetës së filetos, me njëherë do t'ja u tregojmë tani se çfarë përmban tjetër kjo recetë. Fileto pule me salcë kremoze limoni, pra do të përgatitet dhe një salcë limoni, 2 gjokse pule, miell, vaj ulliri, hudhra, një qep e vogël, një gotë ujë ose lëng pule nëse ju ndodhet, 1 ose 2 limona, do t'ju marrim lëngun, 200 ml pana, erza të freskëta, krip, piper i zi. Kjo është receta e filetos, një nga produktet që përdoret bollshëm gjërë në kuzhinat tona, kështu që e sjellim në forma të ndryshme. Përgatis lëngun e limonit. Kam vendosur lëkurën, sikurse dhe thelpit të hudrave. Kapakun dhe e lë të digjet. Po, tamam të digjet, të lëshoj atë aromën e vetë, karakteristike, pastaj edhe lëkura ka ato vlerat e veta.
përgatitemi, merremi me atë salcën e bardhë në fakt, por që ka aromë të fort limoni, salcë limoni, do të ketë panën, do të ketë mielin dhe lëngun e plot të 1 ose 2 limonëve, në varësi të madhësisë të limonëve. Këtë pjesë, një sekond Niki, e shtoj. Se gradualisht dhe bimë tona aromatike. Limonin e kaloj në masën e ujit që mua më duhet. Po i kam të ara, lëti lë pak të masa e ujit. Vi I pudrosim pak. e kaloj direkt. Në lëngjet. Po. Do tjetrën. Do fileton tjetër. Shiko, dhe të ngjyra e filetës, po do të ndalemi një tjetër tani se s'kemi kohë të sqarojmë pak. Largoj. E lëshoj aromën e kryer detyrën lëkura. Pjesën e lëkurës. Vendos kapakun. Kjo është faza e parë e gatimit. Po. Nëse ne duam, shumë mirë, mund t'i kalojmë këto të voglat, që të jenë pjesë e salcës. Tani këto filetot janë të holla, kështu që një kthim nga të dy anët dhe marrin të ngjyrën e dur të artë. Heq. Thelpit e hudhës, mirë për janë të vogla të luta? Faleminderit. Opa. Do të shtoj. E këtu t'i kullosh prap ato. Pjesën tjetër dhe i largoj. I çojnë lëngjet, piqen pak filetot, marrin dhe atë aromën e vajit, kemi shtuar më parë edhe lëkurën. Dhe tani sigurisht salca. Largoj. Pjesën e mishit, duke shiko, këtë është e freskët. Tek po ai vaj, Do të shtoj qepën. Në përzierje, bashkë me këto copat e vogla të filetos. pra një fileto është e mjaftueshme sepse ndahet të gjysëm. Masa që çdo njeri duhet të përdori, patjetër që duhet të jetë një fileto. Po nuk tani nuk presim ne që kapim edhe ti një fileto ke. Edhe unë bash. Unë në përgjithësi faktikisht, unë kam neps, por nuk është sasi. Unë kam neps. Dua të zgjedh, po. Jam hamse për dua të zgjedh. Të dyja janë për një për shembull. Ku do? Tani, kur mishin freskët, do të shë edhe një tjetër. Gjysëm. Por, për njerëzit që duan të vendosin muskuj dhe të marrin peshë, patjetër që duhet edhe një pjesë tjetër. Dhe për njerëzit që duhet të jenë normal,
është kjo sasi, patjetër, sepse janë proteinat që ndihmojnë. Shiko, sa më shumë kalojnë vitet, ai më shumë. Njerëzit që duan të kalojnë në tharje, e largojnë fare. Bie masa muskulore, sepse kemi vendosur vezët. Fiks. Kemi vendosur shumë mirë, mund të vendosim brenda kosin. Dhe a dini shumë mirë, derisa mua të më bëhet, kosi, ajo hira, që faktikisht është gjëja më e mirë për të përdorur. Shtojmë pak ullë, panën dhe pastaj sigurisht lëngun e limonit, të përzjerë me pak ujë, e cila gjithë kjo masë pastaj do të kaloj tek filetot apo jo. Do të shtoj pak ose fare vaj këtu? Ja japim dhe procesin e fundit, se na thonë që duhet ta mbyllim pas ka kaluar direkt masën këtu, këtë pjesën tjetër këtu. Dhe kripa, pak ose fare piper. Masën e panës që e ndihmoj me pak ujë, me limon, bashkë me disa arra të thërmuara aty, kështu që ta lëm të dhe e lëm të bëhet, ja. E lëm të bëhet. Hapim dhe kapakun e tiganit tjetër, ndërkohë sultjashi është dhe në furrë, e do sultjashin ta sjellim apo e shohim në do ta lëm të qëndrojë aty, e shihni në fotot tona në rrjetet sociale, të lumshin duar, ne do të kalojmë tek publiciteti dhe do të rikthehemi në orën e 2 të emisionit pas pak. Mirë se erdhët të dashur miq në Reze Dielli. Sot do të trajtojmë një nga temat të cilat ka shumë interes në fakt tek prindrit e rinj për lidhjen që ka vaksina e kundër fruthit me autizmin. Një temë që në fakt e ndan opinionin publik. Nga një ranë kemi shkencën e cila ka këmbgulur prej vitesh që nuk ka asnjë lidhje mes vaksinës së fruthit dhe autizmit, dhe nga ana tjetër kemi prindër eksperiencat të ndryshme, jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë, të cilët e lidhin ndryshimin e sjelljes së fëmijëve të tyre me vaksinën e sapo bërë të fruthit. Pra, ka prindër që kanë thënë fëmia im ndryshoi pas vaksinës, direkt pas vaksinës, nuk po flet më, ka sjellje tjetër, dhe pikë pyetja, frika, është pikërisht ajo që ne konsiderojmë të gjithë, a është kjo thjesht një rastësi apo është diçka që plotësisht ende nuk është kuptuar ashtu siç duhet. Po pikërisht pse vazhdon të ekzistojë ky dyshim dhe pse informacionet janë të jashtëzakonshme. Informacioni është më i aksesueshëm se kur, por ende frika është dhe ekziston tek prindrit. Sa më shumë ata lexojnë në internet, aq më shumë friksohen nga eksperiencat e njërit. Dhe ndodh që ata e shtyjnë këtë vaksinë, ose nuk e kanë bërë fare, por do të shohim se si është gjendja në vendin tonë. Do t'ju prezantoj me pediatrin Anisa Potka. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi këtu për të folur nga eksperienca juaj, se si është kjo qasja e prindërve ndaj kësaj frike, ndaj këtyre dyshimeve, ndaj debateve, reagimeve, prindi dëgjon prindin, por rastet e autizmit nga një ranë janë rritur, shkenca nga ana tjetër që na tregon që jo, nuk ka asnjë lidhje me këtë debat, por ajo që ndezi më tepër këto dyshime ishte një deklarat, në fakt, një viti më parë, nga një zyrtar i lartë i shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Robert Kennedy, i cili ka qenë në fakt gjithmonë skeptik ndaj vaksinave, edhe ndaj vaksinave të Covidit, por edhe të vaksinës së fruthit, i cili ishte i pari që tha që pikërisht kjo vaksinë sjell autizmin për shkak të një përbërësi me radhë me radhë. Tani më thuaj pak, në eksperiencën tënde, si e kemi gjendjen në vendin tonë? Atëherë ajo që shikoj unë dhe konstatoj nga rastet që paraqiten në urgjencë, është rritur shumë dyshimi dhe prindrit janë shumë skeptik në aplikimin e kësaj vaksine, duke u bazuar në ato që dëgjojnë dhe lexojnë internet, në intervistat të nënave, dhe janë friksuar shumë. Prindër të ndryshëm që i pyes më thonë që jo, nuk i kemi vaksinuar, një pjesë e mirë e shtyn, i vaksinojnë më vonë, por unë mund të them që nuk ka asnjë argument shkencor, nuk ka asnjë studim që pranon lidhjen e vaksinës me autizmin. Domethënë ta quajnë atë si shkaktare të autizmit. Kam qenë në konferencë së fundmi në New York, kam qenë në Kongresin Europediatrik, në konferenca të ndryshme
pediatrike në për Europë dhe nuk kam dëgjuar asnjë profesor, asnjë doktor të thotë që autizmi shkaktohet nga vaksina. Kështu që prindrit të mos friksohen për t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, të ndjekin rregullisht kalendarin e vaksinave dhe të mos shmangin asnjë vaksinë, sepse është shumë e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Ndërkohë, këto dyshime, pra kjo frikë që është ngjallur, ka ardhur pikërisht nga eksperienca të prindërve të cilat ndoshta kanë qenë të rastësishme me aplikimin e vaksinës dhe më pas me ndryshimin e sjelljes apo mos reagimin, sepse ka plot raste të prindërve që kanë deklaruar që fëmia ka qenë deri në 1 vjeç shumë aktiv, shumë mirë, ka filluar të flasi dhe menjëherë pasi ka bërë vaksinën e fruthit, ky proces është ndaluar. Është kjo rastësi? Është koncidon fillimi shfaqja e shenjave të autizmit pas moshës 1 vjeç me aplikimin e vaksinës. Duke qenë se është një koincidencë e tyre, atëherë shumë prindër e lidhin me vaksinën. Nuk është shkaku vaksina, po e them edhe një herë, nuk ka asnjë studim, asnjë argument shkencor që të vërtetoj këtë gjë. Për sa kohë që ne nuk e kemi të vërtetuar, nuk themi dot që vaksina është shkaku i autizmit. Vit pas viti, pra në periudha të ndryshme, po që përkojnë, domethënë shenjat përkojnë pikërisht në këtë periudhë. Në këtë periudhë, pavarësisht se shenjat e para fillojnë që 6 muajsh ose që në momentet e para kur ne komunikojmë. Fëmia është nuk ka përqendrim. Është e vërtetë që në fillim që 6 muajsh mund të duket kjo gjë, por pas 1 viti ato fillojnë të shfaqen ndjeshëm, dukshëm dhe nënat e lidhin me vaksinë. Le të shohim, kemi bërë një përmbledhje në fakt të anës së shkencës, pra të studimeve që janë bërë deri më tani në mënyrë përmbledhtazi të lidhjes apo të moslidhjes apo të dyshimeve që ka në lidhje me vaksinën e fruthit, studimet që kanë ardhur deri në vitet e fundit, i kemi përmbledhur në një zerë, të rikthehemi dhe më pas në diskutim do të flasim për familjet shqiptare, për prindërit shqiptar, si reagojnë ata dhe në çfarë fazë jemi. Okej, në rregull. Ekziston një debat i gjatë publik mbi lidhjen e mundshme midis vaksinave dhe autizmit. Ky debat nisi pas një studimi të vitit 1998, i cili më vonë u deskredituar dhe u toroq për shkak të problemeve serioze, të metodologjisë dhe konflikteve të interesit, që atëherë janë kryer studime të mëdha dhe të mirë dizenjuara shkencore. Për shembull, një studim i vitit 2002 që përfshiu mbi 500.000 fëmijë në Danimark nuk gjeti asnjë lidhje midis vaksinës së fruthit dhe autizmit. Një tjetër studim i vitit 2019 me mbi 650.000 fëmijë arriti në të njëjtin përfundim, duke mos gjetur rritje të rrezikut për autizmin edhe tek fëmijët me predispozitë familjare. Gjithashtu, një meta-analizë e vitit 2014 që analizoi të dhënat e mbi 1.2 milion fëmijëve doli në përfundimin se vaksinat, përfshirë edhe ato të fruthit, nuk janë të lidhura me autizmin. Organizata Botërore e Shëndetësisë, pas rishikimit të shumë studimeve deri në vitin 2025, ka deklaruar se nuk ka prova për një lidhje shkak-pasojë midis vaksinave dhe autizmit. Në përfundim, konsensusi shkencor aktual është i qartë: vaksinat e fruthit nuk shkaktojnë autizëm. Mirë po, vetëm një vit më parë, pra në verën e 2025-s, bota sërish tronditet nga një deklarat e një zyrtari të lartë të shëndetësisë në administratën Trump, pikërisht Robert Kennedy, i cili ka përmendur që pikërisht vaksinat e fruthit shkaktojnë autizëm për shkak të një përbërësi që quhet thimerosal, një substancë që përmban mërkur dhe që është pjesë në përbërjen e vaksinave. Atëherë, siç u tha edhe nga inserti, për sa kohë që nuk kemi studime të mirëfillta që tregojnë këtë gjë, nuk mund të themi që shkaku është vaksina, pavarësisht deklaratave të mundshme, sepse ne duhet të bazohemi në argumente shkencore, ne duhet të bazohemi në studime, në të dhëna konkrete për ta thënë këtë gjë dhe për të dalë në një konkluzion përfundimtar. Përderisa nuk i kemi këto, nuk mund të shprehemi, sidomos në mjekët, të themi që nuk ngrit, ishte pikërisht ky përbërësi, përmendet në deklaratën e tij që ka dalë në intervista të ndryshme dhe i ndoqa disa prej tyre faktikisht me Mark Hume, një tjetër specialist, doktoroz, apo në shumë debate televizive në Amerikë, ku ishte përmendur pikërisht thimerosali, kjo substanca që përmban mërkur dhe lind me njëra ajo frika dhe prindërit kur dëgjojnë fjalën mërkur e lidhin me ato frikën që ngjall dhe shkakton autizmin. Prindërit nuk kanë atë frikën të ta bëjnë këtë vaksinë dhe nuk po i vaksinojnë me fëmijët. Por kjo ka shkaktuar shfaqjen dhe rikthimin e fruthit në Shqipëri. Kemi patur raste në urgjencë
dhe mund të bëhet një problem shumë i madh nëse këto raste shtohen, rriten, sepse fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitse, transmetohet lehtë, dhe kështu që unë dua të ndërgjegjësoj prindrit të vaksinojnë fëmijët e tyre dhe të mos e kenë këtë frikën e autizmit. Në vitet e fundit kemi një rritje, siç e përmendët dhe ju, të frutit. Dhe kjo për shkak të mos aplikimit ose të shtyrjes, sepse disa prindër jo thjesht nuk e kanë aplikuar, nuk e kanë bërë vaksinën fëmijëve, por thjesht e kanë shtyr për shkak të këtyre frikrave, jo të flasit dhe pak, jo të reagoj dhe më shumë. Është normale, madje kemi disa pyetje me kamerën tonë, kemi pyetur dhe prindrit se si kanë vepruar ata me fëmijët në krah, kur ja kanë bërë vaksinat, a kanë frikë apo jo, e të tjera si këto e ndjekim. Si gjyshër, si prindër, jeni të shqetësuar për procesin e vaksinimit tek fëmijët, sidomos kjo vaksina e fruthit, si e menaxhoni situatën, sepse ka shumë që thonë që janë kundër, ju jeni pro vaksinimit? Po ne pro jemi, po vetëm të jenë të sakta që të bëjnë veprimin e duhur që mos japin efekteve negative gjëra. Fëmijat i duan si që kemi bërë neve, edhe ne kur kemi qenë të rritur i kemi bërë tëra. Ja keni bërë mbesës vaksinën e frutit? Po. Edhe duhet jenë të kontrollueshme. Pse keni zgjedhur mos t'ja bëni? Keni frikë? Po, fjalë ka. Ja kanë bërë, se kam të gocës të. Keni informacione rreth vaksinimit, jeni pro apo kundër, sepse shumë diskutohet fruti? Përderisa ne për fëmijët tonë i kemi vaksinuar që me kohë, edhe për një për mbesa, do me thënë, nuk jemi se jemi kundra. Përshëndetje, t'ju bëj një pyetje për vaksinimin e fëmijëve. Ja keni bërë vaksinën vajzës? Po, këtë. Ja, ku i kemi ne, të dy, i kemi vaksinuar, në kohën e duhur. Edhe frusin, besoj. Patjetër, një vjeç e gjysmë bëhet ajo, patjetër. Çfarë mendimi keni për vaksinimin? Ka shumë fjalë, thuan shumë gjëra, keni pasiguri? Me thënë të drejtën jo, preferoj t'ja bëj vaksinën. Unë personalisht djalit tim e kam bërë rreth moshës 20 muajsh, duke menduar se duhet t'ja shtyja pak për ta përballuar më mirë, duhet t'ja shtyja edhe për shkak të atyre që lexoja në internet, dhe ja kam shtyr deri në 20 muajsh. Pasi ja kam bërë 20 muajsh, nuk ka pasur asnjë lloj efekti negativ, por doja të pyesja, a ndikon kjo shtyrja në efektivitetin apo sigurinë e vaksinës? Ka ndonjë të mirë apo të keqe shtyrja e vaksinës? Dhe a është e vërtet që sa më shumë të rritet fëmia aq më mirë përballon vaksinën, apo rekomandohet që të bëhet fiks në moshën 1 vjeç? Këto ishin reagimet e disa prej prindërve dhe gjyshërve. Tani realisht kur duhet bërë kjo vaksinë? Mirë është të bëhet në moshën 1 vjeçare, atëherë kur është e caktuar në kalendar, por me që kemi këtë frikën e madhe të prindërve, po tolerojmë edhe 2-3 muaj ose 4 muaj më vonë, nuk është problemi madh dhe në qoftë se aplikohet diku te 4 muaj ose edhe 5 muaj, po themi më vonë. Rëndësi ka që të bëhet vaksina, sepse ajo që më shqetëson mua është që nuk e bëjnë fare. Nuk ka probleme edhe nëse shtyhet, duke qenë se ne nuk e ndryshojmë dot gjithë këtë dyshim dhe këtë frikë që është instaluar në popullat, atëherë nuk ka problem. Efekti është i njëjtë, sepse meraku i prindit të fundit është efektshmëria që ka vaksina nëse shtyhet, pra në 20 muaj. Efekti është i njëjtë, jo, pa problem. Kështu që mund të bëj edhe një shtyrje e vogël, jo dhe shumë, domethënë se 20 muaj më duket pak shumë, po them diku te 3-4 muaj ose edhe 5 mund të bëhet. A ka përbërës të tjerë çdo lloj vaksine që aplikohet tek fëmijët që mund të jenë të dëmshme? Atëherë kalendari vaksinave ka ekzistuar qysh herët, do me thënë, le të themi për një kohët shumë të gjatë, kështu që ne nuk mund të themi që tani në kohët e fundit vaksinat dolen me probleme, sepse ajo që ndryshon kohët e moderne është që autizmi është ka filluar të diagnostikohet më shumë dhe ka këto raste të shtuara në popullat. Po janë paraqitur më shumë si raste, se më përpara nuk pranoheshin nga prindrit. Nuk vihej në dukje, tani janë shtuar raste sepse dhe metodat e diagnozës janë më të sofistikuara, kështu që ka filluar të trajtohet edhe më shumë si temë.
Por që me vaksinën drejt për drejt, unë e them dhe njerë, nuk mund të themi që ka lidhje dhe prindrit nuk duhet jenë kaq të friksuar apo dhe skeptik për aplikimin e saj. Cili është kalendari i vaksinave që çdo prind duhet të ketë parasysh, atë patjetër që e njofton pediatra ku ndiqet apo kalendari i vaksinave bëhet në qendrat shëndetësore. Ja Nature janë paksuar disa me ndër vite, me kalimin e viteve. Ndër vite është shtuar dhe vaksina e rotavirusit që ndalon infeksionet gastrointestinale. Mendohet të shtohet edhe vaksina kundër RSV-s, duke qenë se në dimër kemi patur raste shumë të vështira nga ky virus, edhe virusi gripit është mirë të aplikohet tek fëmijët, sepse dimrin që kaloi nga influenza, sidomos ajo tipit B, rastet ishin shumë të vështira me një temperaturë të zgjatur që kërkuan hospitalizim. Edhe mirë do ishte që fëmijët të vaksinohen dhe të rritin imunitetin dhe të mbrohen nga këto sëmundje. E kuptova. Tani, në lidhje me vaksinën e fruthit për cilën ne po diskutojmë. Fruthi është shtuar, shenjat e para të ti do të na i shpjegosh pak se cilat janë, duke qenë se lidhet pikërisht me shtyrjen apo me mos aplikimin e vaksinës. Pra, prindrit ja kanë shtyrë, ndërkohë fruthi ka qenë në qarkullim dhe i ka prekur fëmijët dhe numrat statistikat janë përmendur vit pas viti, gjithmonë në rritje për shkak të këtyre faktorëve. Vet aplikimi i vaksinës ka ndonjë efekt anësor? Pra nga dita e parë që ajo aplikohet, kam dëgjuar që pas 10 ditëve mund të jetë një temperaturë lehtë, e cila zgjat 2-3 ditë, mund të ketë dhe një rash të lehtë. Përgjithsisht gjendja e fëmijës është e mirë, nuk ka probleme, komplikacione të rënda. Siç mund të japin vaksinat e tjera që janë aplikuar, që kanë temperaturë më të lartë, në që shfaqen pas 3 ditëve, po ato mund të komplikohen me temperaturë më të lartë, po që fruthi jo. Në ç'kushte, në gjendje duhet jetë fëmia për t'i bërë këtë vaksinë? Sepse është shumë e rëndësishme gjendja shëndetësore para aplikimit të një virusi. Duhet jetë një gjendje e mirë, e stabilizuar, pa virozë. Nëse është fëmia në gjendje virale, mirë është të mos aplikohet si vaksinë, të shtyhet. Do me thënë, ne këtë nuk e themi vetëm për vaksinat e fruthit, po për çdo vaksinë tjetër. Është e rëndësishme gjendja e momentit, bëhet vizita te mjeku i familjes, nëse fëmia është në gjendje të mirë, atëherë aplikohet dhe vaksina. Frika tjetër që prindrit kanë është që sa të filloj të thot disa fjalë fëmia. Kjo ka ndonjë lidhje të vërtet logjike ose me atë frikën, çfarë mesazhi ke për këta prindër? Ja se po ja shty, jo për shkak të gjendjes virale që mund të ketë fëmia, po ja se s'ka thënë atë fjalën e parë, ja të jetë pak më i shkathët, ja të thotë edhe një fjalë tjetër dhe prandaj fillojmë edhe e shtym. Sepse kanë merak që sikur e stopon vaksina ato të folurën apo e shtyn më tej. Kjo është thjesht rastësi apo? Është rastësi, përkohën tash me shfaqjen e shenjave të autizmit, po nuk ka lidhje me vaksinën. Nuk është vaksina ajo që i jep vonesën në të folur apo autizmin vet. Kështu që ndryshe do të ishin të gjithë fëmijët. Do ishin gjithë fëmijët sepse do kishte shumë fëmijë. Atëherë ne nuk mund ta themi këtë gjë. Ne duhet të fokusohemi, ndoshta është një shkak tjetër që duhet zbuluar. Po. A studiuar mjaftueshëm për këtë çështje? Anisa, a është studiuar mjaftueshëm, a është dhënë tek popullata informacioni i duhur për ta qetësuar prindin që kjo vaksinë të bëhet? Mendoj se duhet bërë akoma më shumë. Duhen bërë disa studime konkrete që t'i japim njëre mirëfund kësaj dileme dhe të kuptojmë realisht vërtet se çfarë shkakton autizmin, sepse realisht është një çrregullim që nënat e vuajnë shumë. Unë kam mikesha të mia që kanë fëmijë dhe jam munduar t'i ndihmoj me sa ka mundësi, ato e vuajnë shumë dhe realisht është për t'u shqetësuar dhe do ishte shumë mirë sikur të kishim një përgjigje edhe për ne mjekët vetë, një përgjigje konkrete si për prindrit, por dhe për ne mjekët. Po, si shkaktohet dhe çfarë duhet bërë. Një përgjigje konkrete, një studim i mirëfillt, pse jo do ishte shumë i nevojshëm. Por nga ana tjetër, çfarë ndodh nëse nuk i vaksinojmë fëmijët? Efektet, pasojat që kanë sëmundjet njëra pas tjetrës për cilat vaksinohemi? Atëherë, nëse ne nuk i vaksinojmë fëmijët... I vetëm nga fruthi, po edhe nga vaksinat e tjera? Do na rikthehen shumë sëmundje që janë zhdukur. Po prek këtu fruthin, fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitse që mund të komplikohet me pneumoni, me otit media akute, mund të komplikohet me
encefalit me prekje të trurit, mund t'jap dëme të pari kuperushme dhe mund të çojë edhe në raste fatale nëse komplikohet rënd. Një pjesë e mirë e fëmijëve kërkojnë që të hospitalizohen, duhet të izolohen dhe nëse rastet rriten shumë, ne nuk kemi dhe ku të izolojmë sepse dhomat e izolimit janë në numër të pakët. Nëse i lem të pa izoluar, ato bëhen shkak për të transmetuar virusin në fëmijë të tjerë. Po. Okej, tani besoj nëna që na kanë ndjekur ndoshta mund të jenë qetësuar sado pak, por që gjithmonë konsultohuni, lexoni informacione të drejta dhe kjo googlimi për shembull ndonjëherë të shton më shumë frikën për aplikimin e vaksinës. Kalojmë tek te virozat, si është gjendja? Si shumë viroza ka, si shumë fëmijë të prekur, a ka një imunitet më të rënd, mendoj apo këto virozat kanë qenë kanë ekzistuar? Në këtë periudhë të vitit, në fakt fund pranver, fillim ver, ajo që konstatoj unë nga rastet që paraqiten në urgjencë, ka filluar të predominojnë infeksionet virale të traktit gastrointestinal. Në fakt, fëmijë që paraqiten me të vjella, me bark, me dhimbje barku, të lodhur, me temperaturë, të dehidruar. Nuk kanë munguar dhe rastet e infeksioneve virale të rrugëve të sipër me respiratore dhe të poshtme, të cilat kanë qenë më të pakta në numër, krahasuar me dimrin gjithmonë, me sezonin e dimrit. Kemi patur dhe rastet e alergjive, edhe astma bronkiale në krizë, që i kemi menaxhuar në urgjencë, rinitet alergjike. Apo këto virozat janë bërë më agresive, apo është thjesht është dobësuar sistemi imunitar i fëmijëve tanë? Për shumë faktorë që lidhen me këtë. Sigurisht që nuk mund të mohojmë edhe periudhën e Covidit që kaluam, i cili ndikoi dhe në sistemin imunitar, do me thënë nuk mund të mohojmë këtë pjesë. Virozat janë shtuar shumë sepse ka ndryshuar dhe stili jetesës. Fëmijët tashmë nuk dalin të lozin jashtë në ambiente të hapura, po më shumë rinë brenda. Ushqimi gjithashtu kanë tendencën të ushqehen me fast food. Mirë do ishte të ushqeheshin me gatimet e nënës të freskëta, të kontrolluara. Kështu që këto janë disa faktorë që kanë ndikuar shumë në rritjen e virozave. A është e vërtet që fëmijët që sëmuren shpesh forcohen? Se kështu na e kanë thënë. Ose do fitoj imunitet dhe kur të rritet nuk do sëmuret më shpesh. Kjo është shumë e vërtet, sepse fëmija me kalimin e viteve, duke u përballur me viruset, krijon imunitet dhe e forcon imunitetin për të përballur më mirë me viruset përshtim. Si të dallojmë pra një viroz nga një infeksion bakterial? Shija tipike të secilës. Virozat zakonisht janë situata ku zjatin rreth 3 ditë, fëmija është i lodhur, me një temperaturë febrile, subfebrile, diku te 38,5, është një gjendje e përgjithshme, jo shumë e rëndë, do me thënë është aktiv, pavarësisht se mund të jetë me ruf, me koll, është aktiv, ndërsa kur komplikohet pastaj me infeksione bakteriale, aty temperatura mund të bëhet shumë e lartë, rezistente, fëmija mund të jetë i përgjumur, shumë i lodhur, në këto raste duhet të paraqitet patjetër te mjeku specialist, kur ka vështirësi në frymarrje, nuk ushqehet mirë, sidomos tek grup mosha 0-3 muajsh, dhe në këto grup mosha duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse është një grup mosh delikate, në qoftë se kanë temperaturë nuk ushqehen, duhet të paraqiten patjetër te mjeku specialist apo dhe te ne në urgjencë. Në rastet kur kanë shumë të vjella, nuk ndalojnë të vjellat, në rastet e diareve me gjak, këtu për shembull, dhe këtu jemi në infeksione bakteriale që duhen trajtuar patjetër. Që trajtohen me antibiotik. Me antibiotik, po. Në vendin tonë abuzohet shumë me antibiotik nga ana e mjekëve pediatër? Ka një abuzim të lehtë të themi, po, kjo është e vërtet, se duhet presim atë 3 ditëshin, por gjithmonë në këto 3 ditë fëmija duhet jetë i monitoruar nga vetë prindrit në shtëpi për pjesën e temperaturës dhe gjendjes së përgjithshme, por edhe me një ndjekje të vazhdueshme nga mjeku pediatër i familjes. Si të ka prindër që shkojnë farmaci dhe marrin një antibiotik atë që kanë përdorur në herë kaluar, se ai bëri efekt dhe vazhdojnë me të njëjtën, ose ai antibiotik i bëri efekt fëmijës të shoqës apo të kushërirës e me radhë, por në lidhje edhe me temperaturën. Për shembull, në cilën temperaturë duhet të ndryjmë? Kur duhet t'i japim paracetamol fëmijës? Paracetamolin zakonisht e japin në temperaturë mbi 38.
Nëse fëmia nuk reagon, do me thënë nuk kemi ullje, rritet temperatura, bëhet rezistente, aty mund të paraqitemi patjetër te specialisti, mirë është të alternohet paracetamoli me ibuprofenin, dhe të pritet 2-3 ditë si do ecë si gjendja për të... Pa marrë antibiotik, sepse imuniteti do pësohet nga përdorimi i shpeshtit e antibiotikve. Antibiotiku nuk vepron infeksionet virale, kështu që... E dëmton trupin. Përveç rritjes së rezistencës dhe dëmtimeve efekteve anësore të antibiotikut, nuk përfitojmë një gjë tjetër. Qartë. Faleminderit, doktore Shanisa, punë të mbarë, ne do të shkojmë në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Dhe ja, jemi rikthyer në rrezën tonë me modelet e vogla të cilat kanë marrë pjesë në Paris Fashion Week dhe nga ky event i madh, ku kanë marrë emocione shumë të bukura, vijnë këtu në Rrezë Dielli. Do t'i prezantoj tani me një ecje në këtë tapetin ton të Rrezës, me dritën, është drita e para. Eja drita. Se qënë ke si dritë e vërtet. Drita Bude, bëm parakalimin e saj, do nga tregoja dhe certifikatën dhe librin. Vazhdoj me Kenzën. Kenza Hani, bravo Kenza. Ende me atë aurën që kanë marrë aty në sfilatën në Paris, dhe jemi dhe me Fiona. Fiona Leshi, eja Fiona, për moshën 14 vjeçare. Në hapi dhe ne një kënaqësi dhe këtu me mua është dhe Mirjeta Grosha, menaxhere, cila merret me këto aktivitetet e modave dhe sfilatave të fëmijëve, të cilët bashkë me grup tjetër vajzash kanë marrë pjesë në Paris Fashion Week me atë bukurinë e tyre, me elegancën, përveç kësaj, përveç se kanë kaluar dhe kanë prekur këtë event në këtë sfilat, kanë marrë certifikatën, kanë marrë dhe një libër, do na tregojnë se cila eksperiencë dhe emocionet, por fillimisht Mirjetën, si u bët pjesë në këtë event të modës? Neve jemi Eda Web Academy, u përfaqësuam atje me projekt përmes një marrëveshje që bëm me Paris Fashion Week, patjetër kishim edhe mbështetjen e prindërve të vajzave, edhe ja dolëm, do me thënë të ngjitemi në ato skenë. Patjetër ishte emocione dhe për ne si organizator, po ashtu edhe për prindërit, po padyshim edhe për fëmijët. Por përveç emocioneve ishte realisht një privilegj i madh që të ngjitemi në ato skenë. Dhe emocionet e vajzave sigurisht si u përzgjodhen? Kishit një kategori që përzgjodhet, kur kish dëshirë, më tregoni pak për veshjet e bukura, ato fustanet madhështore që u veshën nga vajzat aty. Si u përballën me emocionet e para, se ka qenë era e parë e tyre daljes në skenë? Të them të drejtën, ishte emocion, ishte goxha punë, si nga ne, si staf, ashtu edhe nga vajzat, po fakti që neve kemi kurse çdo 2 javë, edhe kemi bërë prova paraprake goxha shumë, ja arritëm me sukses që të performonim shumë mirë. Edhe të merrnin edhe një certifikat, patjetër edhe revistën me të gjithë vajzat, ku revista domethënë është po prap nga Fashion Week Paris, ku janë të gjitha vajzat prezente aty. Që është një kujtim i bukur, kur të rriteni, dhe shumë eventet të tjera do të vinë më pas. Tani secila prej jush do më tregoj foton që revista i ka postuar, që e ka aty, të printuar, bashkë me certifikatën, po ashtu dhe emocionet. Do ta filloj me dritën? Ha drita. Kjo është certifikata ime. Ti këto da vendosësh në kornizë, besoj, se tani sa e rikthyer dhe ende s'është bërë gati korniza. Ta mbash te murit e dhoma. Dhe revista. Unë këtu jam në Paris. Po. Ja u tregon ti shoqeve? Më trego pak për ato emocionet e bukura të sfilatës tënde aty. Si u ndjeve ti? Kishe emocione? Po, unë kisha shumë emocione, po ja dola. Si më poshte, çfarë i the vetes ti kur bëre atë ecjen aty në tapet? Unë i thash vetes të kisha shumë vetbesim. Dhe në qoftë se bëja gabim, nuk ka gjë. Absolutisht asgjë. Nuk ndodhi absolutisht asnjë gabim. Ti ece shkëlqyer apo jo? Po nëse do pengoheshe për shembull, si do ta menaxhoje ti? Unë do i thaja vetes të vazhdoja. Të ecim para. Asnjë pengesë nuk na mposht, nuk na rrezon. Tani ma trego edhe një herë foton te kamera dhe më thuaj pak si e priti shoqëria jote, çfarë ju the ti shoqeve, çfarë të thanë ato ty, u bën ndonjë çik xheloze për ty? Pak.
Cila më shumë? Cila shoqe? Është një vajzë që qëtë prala. Mos do të marrë dhe ajo pjesë tek sfilata? Nuk e di, se kam përitur. Po si e shprehu xhelozin ajo? Ku e ndjeve ti që u bë xheloze? Sola një ditë këtë revistën për artë pa marë. Edhe ajo po bëhi kështu xheloze që unë e mora këtë. Ti pastaj çfarë bëre? Bëre të ndihesh e mirë shoqja, që s'ka problem, ti mund të shkëlqesh në një talent tjetër apo jo? Ke qef të marrësh pjesë? Se kjo ishte eksperjenca jote e parë apo jo? Po, jashtë shtetit. Jashtë shtetit do shkosh. Erasmus ishte Italia apo jo? Po, sepse brenda Shqipërisë kemi mbajtur edhe sfilata të tjera në emisione të ndryshme televizive. Erasmus është me 27 shtator në Milano. Bukur fort. Kenza, po ti si u ndjeve, më trego pak për emocionet e tua? Kisha pak emocione në fillim, por ja dola. Bravo, po si ja dole? Këtë dua të di dhe unë, që kur të shkoj unë në një event ja dal. Mos kem emocione fare. I thash vetë të relaksohesha dhe ta shijoja momentin. E shijove ti momentin. Ajo ecja pastaj të jepte ashtu ato emocionet, ato flutrat, ato... Me jepte flutra në bark. Pastaj ti çfarë bëre? More frymthell? Mora frymthell dhe i thash vetësh të shkëlqej. Të shkëlqesh dhe ti shkëlqeve, se ti je bukur, je më e bukur apo jo? Kështu e rrit vetbesimin. Po shoqet e tua u bën xheloze si të... Jo, ato më thanë që unë kisha shkëlqyer në sfilatën e Paris Fashion dhe me përgëzuan. Bukur fort, nuk u bën fare xheloze shoqet e tua. Më trego pak ti veten tënde edhe certifikatën? Certifikata ime është kjo. Kjo. Kenza Hani dhe fotoja tek kopertina apo brenda me çfarë veshje? Cila veshje ose ju pëlqeu ndonjë nga shoqet e tjera? Ja hape aty, hape foton tënde. Ju pëlqeu ndonjëra nga shoqet e tjera sepse ishin nga gjithë bota pjesëmarrëse në këtë event apo jo? U bët shoqe me gocat e tjera? Po, unë bëra një intervistë me një gocë që ishte nga Texas. Nga Texas. Ajo të pyeti çfarë të tha? Po, ajo më pyeti se për emocionet, se çfarë më pëlqente të bëja më shumë. Edhe disa gjëra të tjera që nuk i mbaj mend. Tani përveç sfilatës ju dha dhe intervista aty. Unë ndje tamam nga ato gocat e sfilatave të modave shumë të rëndësishme, dhe kjo besoj ju ka dhënë shumë energji të mirë për të marrë pjesë në evente. Kalojmë te Fiona. Fiona përfaqësonte moshën 14 vjeçare, më trego pak për emocionet e tua, je shumë bukuroshe, ke marrë pjesë në këtë event që në këtë moshë sigurisht të përkëdhel pak, të rridh edhe vetbesimin. Ishte në fillim do të thënë kisha shumë emocione nga që do të thënë po më shohin njerëzit, po më shohin gjithë, si ishte një event shumë i madh. Sa pjesëmarrës kishte? Sa veta ishin në performancë? Mbi 5.000 veta nga gjithë bota. Mbi 5.000 veta. Do të ketë patur shumë emocione dhe për kjo. Ato ishin shumë. Edhe nga që jam dhe më e madhe edhe vren më shumë gabimet, po që kur e bëra thjesht, okej, e bëra mirë. Ndërkohë ju bët paraprakisht shumë prova, apo jo, për ta menaxhuar? Para çdo projekti neve kemi provat. Provat i kemi 2 herë në javë, çdo të ditë, 2 orë nga ora 10 deri në orën 12 paradite. Edhe çdo projekt paraprak ka para përgatitje patjetër. Kishte edhe vajza të tjera që morën pjesë që nuk morën pjesë këtu në emisionin tonë, që mund t'ja përmend një emrin për t'i përshëndetur, sepse besoj se gjithashtu ishte edhe Noemi, e cila nuk mundi të jesh këtu dhe e përshëndesim. Ka shkëlqyer edhe ajo, padyshim. Keni shkëlqyer. Fiona, më trego dhe foton tënde tek revista. Se cila revistë ka në kopertinë vajzën përkatëse, apo jo? Për secilën nga vajzat kishte një revistë më vete me kopertinë përkatëse që kjo të jep akoma dhe më kënaqësi. Se mos e humbni këtë revistën. Si thoni mamit, ku po e mbani revistën? Se mund të humbi ajo, se gjeni më. Unë e mbaj në bibliotekën time. Ka shumë libra biblioteka jote? Pa. Çfarë të pëlqen më shumë të lexosh? Më pëlqen më shumë të lexoj Bëmat e Ese dhe Kokos. Është një libër me personazhe Este, Koko dhe motra e vogël e Kokosë. Dhe sa më shumë libra të lexosh, aq më shumë e zgjuar të vëm. E di përmendesh fjalin. Drita, po ti lexon libra? Të pëlqen të lexosh? Çfarë libri po lexon kohët e fundit? Këpërsi i fshirë. Ah, sa bukur. Po në telefon, rini ju goca? Shihni tablet? 1 orë në ditë. Pak, ë? 1 orë, pak. Jeni më shumë të fokusuar te mësimet, tek leximi. Po tani ky eventi, këto provat ju pengojnë juve tek shkolla? Ndoshta më shumë Fionën se ka më tepër mësime?
Jo, nuk është se më pengojnë, thjesht mundohem t'i ruaj balansat të dyja. Bukur fort. Mirë, tani, kjo është rruga që ju do të ndiqni, pra keni edhe ëndra të tjera në sirtar, çfarë pritet, çfarë do të zbuloni avash avash me kalimin e kohës, po për momentin jeni tek moda, me sa kuptoj. Ju pëlqen shumë moda. Keni ndonjë vajzë, modele të preferuar që e ndiqni dhe doni të bëheshit si ajo? Sepse eventet të tilla në botë janë të shumta, apo jo, dhe në moshën e vajzave që janë, ka modele që janë më të ndjekura ose më të preferuara. Pa mund të ketë një idhull le të themi për secilën. Është dikush tek ju? Apo ende nuk e keni zbuluar? Për momentin doni më shumë këtë të qenit në skenë vetvetja juaj. Shumë suksese. Tani presim që të merrni pjesë në Java e Modës në Milano dhe aty po veshjet kush i zgjedh? Atëherë, për pjesën e veshjeve, neve kemi projekte specifike marrëveshje me distributorë të ndryshëm brenda dhe jashtë Shqipërisë. Tek Fashion Week në Paris, ne kishim një projekt, domethënë, ku distributorë ishin nga Prishtina. Pastaj tek të tjerët le të shohim sepse akoma nuk kemi vendosur. Nga një veshje apo i ndruan her pas here? Ishte domethënë zgjedhja e tyre nëse doni të performoni me një apo me dy. Nuk është se ishte specifike. Kenza ka zgjedhur të bardhë për shembull, kurse Drita këtë ngjyrën boqelli dhe Fiona, çfarë ngjyre është ajo? Është vishnja. Është ngjyra vishnje. Bukur fort, shumë suksese. Faleminderit që erdhe. Doni të bëni edhe një herë sfilat, të na jepni këtë kënaqësinë. Se ne i ndoqëm edhe pamjet nga Paris Fashion Week. Paris Fashion Week është një event madhështor që mbledh fëmijë, talente nga e gjithë bota. Mbi 5.000 veta ishte këtë radhë pjesëmarrja, kështu që edhe ne sollëm një moment prej këtij eventi për shikuesit tanë. Shumë sukses edhe një herë. Faleminderit. Kalofshi bukur, mirupafshim.